Ç'po ndos me politikën shqiptare? Çfarë kupton Fevziu në këtë kohë kaq të pakuptueshme? Sali Berishin e kanë mbyllur në shtëpi dhe del vetëm në dritare. E kujtja merr dhe mendja Fevzo që do të vinte një ditë që doktorin do ta vinin në një dritare. Se këta nuk është se të marrin të futin dhe në burgore. Këta të marrin dhe të vendosin direkt në një dritare lartë dhe ti mbetesh aty. Vetëm se një gjë e nise pritshmërinë shumë dhe se ç'po ndodh në politikën shqiptare. Jo, do ta Isha gati të të pyesja ty, po more vesh ç'po ndodh, sepse unë nuk bë që nuk po kuptoj realisht se çfarë po ndodh. Nga arsyet që unë të kam thirrur ty sot është që të përpiqemi, t'ju themi njerëzve dhe të kuptojmë se çfarë vërtet po ndodh, nëse mundemi, ë. Nga ana tjetër Edi Rama, Fevzo, gati nuk ka lënë gjë pa marrë, pa rëmbyer. Si nuk ngopet kur ky njeri? Ti e ke përshkruar në librin tënd të fundit, takimet e mia me. Unë kam zgjedhur një sinkron që një pjesë nga libri? Një sinkron të cilin e kam nga libri, sigurisht, po nga pjesa për Edi Ramën. Po patjetër, nga portreti i tij. Nga portreti i tij dhe që nga bërë përshtypjet e tij me pak fjalë e thua vërtet tani se çfarë se është shumë e vështirë të këtë figurë ta thuash me fare pak fjalë. Përgjithësi të gjitha gjërat është e vështirë të thuhen me fare pak fjalë, por në këtë figurë është akoma më vështirë. Ja le ta ndjekim sinkronin. Një gjë më bëri përshtypje. Edi Rama ishte njeri tejet ambicios, por edhe një njohës shumë i mirë i eventeve politike, duke i që e kishte ndjekur çdo gjë me vëmendje. Nëse dikush atë moment do më pyeste se cila do të ishte ardhmja e tij, vetëm kjo që ka sot nuk do më vinte në përmend. Do të mendoja më shumë një hero cinik që tallej me provincializmin dhe falsitetin, sesa ulur në fronin e mbretërisë së falsitetit politik që Shqipëria prodhoi në 30 vitet e fundit. Por për një kohë të shkurtër, arrita të kuptoja se ai kishte një aftësi të jashtëzakonshme për t'i marrë gjërat që donte. Dhe bënte këtë me një aftësi të rrallë, si ai fëmia që për t'i marrë prindit lodrën e radhës, kombinon në një mënyrë mahnitse lotët që i rrjedhin në sy me dënesat e zhurmshme, puthjet e gjata ndaj prindrit me krahasimin që shokët e kanë një gjë. Pa harruar të premtoi që kjo do të ishte e fundit dhe ai nuk do të harronte këtë gjë që i kishin bërë. Por me ta marrë, niste të mendonte lodrën e radhës. Ky është një përshkrim i imi nga mënyra si e kam parun, nuk do thotë që është kështu. Për këtë shkak kanë të. Sa e kam njohur unë. Kishte aftësinë për të marrë gjërat që donte. Dhe më mirë, Rama është nga të rrallët njerëz që jam përpjekur në jetën time të shkruaj, por domethënë është një frazë që më shumë më bukur se që i takon këtij njeriu, kjo frazë nuk i takon njeriu tjetër. Domethënë ai merr dhe ka marrë çfarë ka patur dëshirë të marrë. Por në fakt nuk është se ka lënë gjë pa marrë. Politikën shqiptare ka njerëz që kanë dashur ta kenë këtë gjë. Edhe Berisha e ka pasur. Doktori Shkret e kishte më shumë se ky, por nuk e bënte dot. Por ta marrë gjën, ishte gati të përplasej me ty, të luftonte që do ta merrte. Rama ta merr duke përdorur një kombinim të jashtëzakonshëm të gjitha gjërave. Në kuptimin i arrin gjërat, sepse Berisha arrinte me përplasje, me betejë politike, me ecje përpara, me qëndres. Rama ishte një njerëz që ti asnjëherë nuk e kishe përballë një betejë të madhe. Ai të dilte përballë vetëm në momentin kur realisht nuk kishte asnjë rrugë tjetër. Dhe në këtë moment, të gjitha ajo sjellje që njerëzit e mendonin frikacak, njeri që nuk përballej, që kishte probleme, në fakt deformoheshin. Ai kthehej në një cinik i pamëshirshëm, domethënë për të përplasur me ty, për të të fyer, për të të sharë, për të të shkelur me këmbë, për të të tallur, domethënë dhe këtë aftësi e ka. Por e përdor shumë rrallë. Pjesa tjetër aftësisë tij është mënyra për ta marrë gjën gati që ti t'ja dhurosh, sepse siç i bëhet një t'ja hedhësh aty. T'ja japësh aty gjën. Ka një aftësi të rrallë. Shiko, për 2 minuta që mos të marr. Jo. Njëja ime me Edi Ramën ka qenë, dhe unë e kam përshkruar në portretin tim, jam munduar të jemi vërtet, ju e keni lexuar, sepse librat mbeten, kanë lidhje me kohë. Unë e kam njohur prej Blendi Gonxhës Edi Ramën personalisht. Nga larg e kam njohur pak më herët, disa vjet më parë, kur ishte basketbollist i Dinamo, se kujtoj edhe tani skenën në cilën e kam njohur, në Pallatin e Sportit, luante Dinamo me Partizanin. Ishte një fest kur luante Dinamo Partizanin, dhe pse pothuajse gjithmonë fitonte Partizani, por në ato raste të rralla që Dinamo fitonte ose qëndronte,
Rama binte në sy sepse kishte një paltuta më ndryshe nga tjerët. Në atë kohë, uniformiteti ishte karakteristika kryesore e Shqipërisë komuniste. Nuk ishin uniforme vetëm veshjet e basketbollistëve apo të sportistëve. Çdo gjë ishte uniforme. Rama kishte një paltuta ndryshe dhe unë bëri përshtypje pyet amikun tim Sa e bukur kjo foto që kemi vendosur ne. Që ato dy ngjyrat që ka i dorë, rastisht ajo është një foto e tij e vjetër. Po shikoj, duket sikur i ka të gjitha aty, edhe të kuqen, jo, të blu. Se prandaj po them, edhe duhet kuptojmë një gjë, nëse më lejon t'i bëj një klasifikim ti. Në momentin që unë e pash për Ramën, ai doli brenda pjesës parë me 5 gabime personale. Ti e di që në basketbol dili me 5 gabime personale. 5 gabime Gjitha ndeshjet që unë e kam parë, ai asnjëherë nuk e mbylli ndeshjen deri në fund, dilte me 5 gabime. 5 i bente gjithmonë. Dilte gjithmonë. Biles e kam thënë dhe në intervistat e Po, parë. atëherë ishte edhe koha që ti numëronin gabimet, ë? Po, dhe ishte tani ky s'ka asnjë gabim. Njëri tensionuar, sa unë mendova që ky do ishte pak problematik në basketbol. Në fakt nuk e kisha parashikuar se sa problematik do ishte me mënyrën më vonë që vinte politikën. Nga ana tjetër, duhet të thënë një gjë, në momentin tjetër që unë e kam njohur, Rama ishte një njeri i formuar. Domethënë kur unë nga bër bisedën e parë me të, ai kishte një njohje të jashtëzakonshme të politikës italiane, i ndiqte zhvillime, duhet të kesh parasysh që në politikë erdhën dhe shumë njerëz. Ta bëj unë kështu që për shikuesin të jetë më, jo këtë po thua ti në fakt, po sot ai në fakt, me thënë drejtën, tani ne jemi gazetar me gjithë jetën tonë gazetar, po sot ai ka marrë të gjitha. A mund të përshkruash Fevzi pushtetin e Edi Ramës, nëse një person që nuk e njeh Shqipërinë të kërkon ti nuk le vend pavajtur. Dhe thotore, a mos përshkruan mua ti Po i dot. ka të gjitha sot, s'ka nevojë. Me Edi Ramën. I ka të gjitha, po. Jo, ama përshkruan dot. Si do t'i thuash ti një tu huaj me pak fjalë Edi Ramën? Edi Rama është i pakërcënuar për momentin. Dhe kjo është më e madhja në politikë. Fare. Ka asnjë njeri të pakërcënuar në politikë. Edhe njerëzit që kanë gjithë pushtetet kanë frikë nga një gjë. Për momentin ai nuk ka një frikë. Dhe Për momentin, s'ka po. kufizim më të madh. Për momentin se ne nuk e dim çfarë ndodh. Jo, 97 për shembull, 97 mua më tregoi që mund të ndodhin gjërat e atashme. Dhe që ti nuk i pret. Jo, nuk i prit. Askush nuk i prit. Vetëm një shernaj Për momentin kokforcie Berishës me amerikanët. Ka gjë më të tmerrshme se kur njeriu më i pushtetshëm i vendit nuk ndihet i kërcënuar në asgjë. Nuk po flas kërcënim kuptimin negativ të fjalës. Po që ti jeti kujdesshëm ndaj eventeve tjera. Ramën për momentin nuk e prek dot asgjë. Dhe këtu është sa përgjegjësie e opozitës, sa përgjegjësie e ndërkombëtarëve, sa përgjegjësie e partisë që e kanë nxjerrë Ramën se ju thatë çit do ky njeri më shumë. Po më gjej një njeri i cili kur ka mundësi të marrë një gjë më shumë e lë. Përgjithsisht i marrë, nuk flas. Është edhe një kohë, nuk duam të justifikojmë, për një kohë autokracie madhe, Bota është e zhytur. Ka një ndryshim kulturën demokratike të botës, domethënë kam përshtypjen që ne ishim brezi që patëm fatin të jetojmë me ëndrrën demokratike duke e parë siç ne ndërronim, jo siç realisht demokracia shpesh shfaqet në shumë vende, se nuk është vetëm në Shqipëri, ka probleme serioze me demokracinë tani dhe në vende të tjera më të zhvilluara. Me kalimin e kohës ka ecur, ka bërë hapa mbrapa, domethënë fitoria morale e luftës ftohtë që solli një politik të re, po thuaj se nuk ekziston më. Ti në Ballkan ke njerëz që po rrin nga 10-15 vjet, edhe në Europë ke të njëjtat probleme, ke lider cilët nuk ekzistojnë. Mos merr vetëm rajonin, merr Çekinën andej ke Amerikën Latine ke gjithë. Po ti ke Francën sot që ka një kryeminist 33 vjeçar i pa provuar kurrë. A mundet një vend fuqi bërthamore dhe një nga vendet shtyll kolona të zhvillimit europian të ketë një kryeminist pa testuar fare? Qartë. Tani Fevzi. Që mund të jetë dhe pozitive, Tani mirë që i ka marrë të gjitha pushtetet dhe kjo, domethënë, edhe doktori Shkretsa ndaj një, gjatë ndaj një, edhe ju përpoq me të gjitha mënyra ti merrte, po nuk i mori dot e kupton. Ka që si merrte. Median për shembull nuk mori dot ai. Po jo vetëm median, po me prokurorin ka pasur probleme. Ka pasur probleme me prokurorin, po ndonjëherë problemin ndërtonte edhe vetë doktori. Pavarësisht, nuk po i hym tani kush e ka fajin se ky është realiz. Mirë, po ky tani kërkon të marrë dhe opozitën. Ta ndërtojë dhe atë dhe ta ketë në kontroll. Luli Bashën për shembull e ka marrë dhe tani thonë që Luli Basha do votojë dhe këto ligjet që i duhen Edi Ramës. Nuk është çudi. Nuk është çudi. Po mirë shkon Luli Basha si pazar nuk është i keq. Nuk është çudi. Varet se çfarë strategji do ndjeki e para një. Po Edi Rama ndoshta nuk ka ndonjë faj këtu se doktori e mori e solli, e kupton. Tani mbajtja penge. Kur thresun këta të majtët, Fevzo, ju them që ore zotrinj. Tani ju çfarë do prisni që doktori e mori e solli, e mbajtë 10 vjet tani. Rama e pëlqen atë si natyrë të gjithë dhe e merr dhe Rama disa vjet. Tani ka një gjë. Me pjesën më të madhe të djathtës, unë ju kam thënë dhe privatisht, dhe kur ja thua privatisht e ke më kollaj t'ju thuash publikisht, përgjegjësinë nuk mund ta shohin tek Rama për ngjarjet brenda opozitës. Nëse Rama, siç pretendojnë ata, ju ka marrë ish kryetarin e opozitës për 8 vjet, Rusia dhe i Partisë Demokratike ka besuar 8 vjet tek një njerëz që sipas tyre në lehtësinë më të madhe kalon tek Rama.
E dyta, unë ta kam thënë dhe njerëz, duhet të bëhem repetitiv, mbas humbjes zgjedhjeve të 2021-shit, qofse opozita do kishte një standard demokratik, nuk do votonte më Bashën, dhe gjërat do ishin normal. Dhe Basha do mbetej njeri i rëndësishëm brenda Partisë Demokratike, një lider i ri do vinte, nuk do ndodhte historia me Berishën, pra ngjarjet brenda opozitës do ishin ndryshe. Ideja që unë kam thënë, dhe këtë po them për opozitën, se për Ramën s'kam çështoj më për arsye se pjesën më të madhe të gjërave e kam thënë, është që opozita duhet ishte një kontrast i plot me qeverisjen. Në fakt, nuk bëri asgjë tjetër, pa tentoi të ecte sipas gjurmës qeverisjes të Ramës. Pra duhet ishte një kontrast, nëse Rama nuk bën zgjedhje në parti, dhe nëse Rama nuk ikën me humbjen, kryetari i Partisë Demokratike në 2021 duhet ikte që humbi zgjedhjet. Pra duhet krijonte një... Jo se do dalim aty, do dalim. Të mbetemi te Rama dhe pak, dhe do dalim te opozita, te problemet e opozitës, që sigurisht pa marrë parasysh ndikimin e Ramës, dhe Ramës kështu i duhet. Patjetër. Ne do të shikojmë më afër dhe opozitën. Të gjithë kanë bërë përpjekje të bëjnë diversion brenda opozitës. Edhe Berisha ka bërë gjatë këtë punë. Po, ka në përgjithësi. Tani... Edhe Nano e ka bërë. Ma me Nanon që thiri për drejt Gens Pollën, në kohën që ishte, sapo ishte larguar nga Berisha. Po. Tentativa tilla i kanë bërë të gjithë. Të gjithë për të patur nën kontroll dhe opozitën me këto vlera që ka sistemi te ne. Tani, kemi hyrë jemi në mandatin e tretë dhe mendohet që dhe në 2025-ën, po dhe më tej thonë socialistët gjithë, këta do jenë dhe Edi Rama do vazhdoj të mbretërojë. Tani, si e sheti Shqipërinë në drejtimin e Ramës? I ka bërë mira po keq Edi Rama Shqipërisë? Unë kam bindjen njerë ylli që jo vetëm Edi Rama, po kushdo ndetja gjatë në pushtet si thua kalcifikon një lider politik. Rotacioni, zhvillimi, ecja, do të ndryshimet e elitave i bëjnë vetëm mirë një vendi, nuk i bëjnë keq. Kështu që kjo është, kur them këtë, kjo përfshin Ramën dhe këdo tjetër që do tentonte të rinte gjatë. Unë mendoj që rregullat demokratike, edhe pse nuk janë perfekte, kanë qenë zgjidhja më e mirë për vendin. Që do thotë, ti humb zgjedhjet dhe ikën, po këtu komplikohet me një gjë, komplikohet me faktin që tjetrin ti duhet ta mundësh në zgjedhje. Justifikimi që nuk ka zgjedhje, sa i s'lë zgjedhje, nuk është gjithmonë i mjaftueshëm. Duhet bësh ç'është e mundur që ti ta mundësh dhe ta largosh tjetrin me votë. Tani, ai bën mirë vendit. Unë mendoj që Rama e ka shterruar pjesën kryesore të asaj që mund të jepte. Se çdo njeri që vjen sjell një zhvillim, unë nuk jam dakord atë që kush vjen e çon brapa dhe kur vjen pala tjetër e bën. Për momentin, po ta vësh re, Rama nuk ka shumë nerva të merret me administrimin e vendit, përgjithësi merret më shumë me politikë të jashtme, me zhvillimet e jashtme dhe në vend është fokusuar te disa piketa të zhvillimit turizmit, për cilat unë nuk jam kundër, pra që po mundohet të japi një hovë vendit dhe ky vit ishte viti mirë turistik. Po unë nuk e din menaxhimin e mëtejshëm të vendit, a mund të japi më gjë dhe a ka më çfarë jep Rama. A ka më çfarë jep thonë. Kjo është një dilemë, domethënë kjo ndodh rëndomë të gjitha përderisa vendet më demokratike të botës kanë vendosur kufinë. Ajo do ishte një zgjidhje ideale, edhe pse për kryeministrin ka shumë vende që s'kan, sepse kryeministri mbetet është çështje e vullnetit të zgjedhësve. Unë e kam bindje këtë që zgjatja në pushtet nuk është një lajm i mirë për askënd.